të përqendrohemi tek nenet, tek propozimet dhe të administrojmë kohën në mënyrë më efikase, do t'ju ftoja që të mos e ngatrojmë këtë seancë, ku do diskutohet dhe ku do të procedohet siç e kërkon kjo seancë, me seancën e kaluar. Rëndësia e jashtëzakonshme e kësaj seance kërkon garantimin e transparencës së plotë për qytetarët, kështu që seanca mund të vazhdojë deri në ora 12 natës dhe më pas të ndërpritet në mënyrë që të jepet mundësi qytetarëve shqiptar të ndjekin çdo diskutim në këtë parlament. Unë mendoj se ajo që ndodhi, ajo maraton 26 orëshe nuk ishte dinjitoze për parlamentin, sepse privoi qytetarët nga mundësia e ndigjimit të zërit të parlamentarëve. Nuk duhet të heqim deputetit të drejtën e propozimit në sallë të amendamenteve, sepse kjo është e vetkuptueshme. Dhe lidhur me çështjen e amendamenteve, dua të bëj një sqarim, sepse rregulloria është shumë e qartë. Dhe neni 75.4 parashikon shprehimisht se çdo deputet ka të drejtë të paraqesë në seancë plenare amendamente për projekt ligjin ose ndryshimet e propozuara nga komisioni përgjegjës, me kusht që ato të jenë regjistruar paraprakisht në sekretari të paktën 24 orë përpara fillimit të seancës plenare dhe tu jenë shpërndar deputetëve. Të gjitha 39 amendamentet e depozituara nga deputetët e grupit parlamentar janë depozituar në sekretari e kuvendit në orën 9:55 të ditës djeshme. Sigurisht më shumë se 24 orë pas se fillonte seanca. Cila është rruga që ndjek parlamenti? Vetëm një: paraqitjen e amendamenteve këtu. Është herë e parë që Parlamenti shqiptar dhe publiku shqiptar ka dëgjuar 26 orë. 2 herë më shumë se në çdo rast tjetër. E para. E dyta, për buxhetin si në tërësi. Edhe nërë për nërë ka amendimet posaçme në rregulloren parlamentare. Kështu që zoja Topalli me që flet aty, e ke filluar në orën 10:30 dhe në 12 e ke mbaruar. E ke filluar në 11:15 dhe në 12:45 e ke mbaruar. Prandaja është pra. Ato që ke bërë atë i ke bërë sipas rregullores dhe kjo rregullore të zbatohet. Qartë?